pas një procesi zgjedhor në ditën e zgjedhjes shumë të suksesshme, që dëshiroj t'i falenderoj qytetarët e Republikës Kosovës për një votim të dinjitetshëm, pa probleme, që kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar, dhe unë jam i bindur që ky ka qenë një shërbim ndaj vendit, ndaj demokracisë dhe është për të vlerësuar. Megjithatë, procesi deri në shpalljen e rezultateve dhe certifikimin e rezultateve është stërzgjat pa nevojë që në mos të caktuar e ka zbe edhe suksesin e këtyre zgjedhjeve. Prandaj mendoj që kjo është për me u shqetësu dhe gjithsesi për me u adresu edhe asesi për me u përsërit në të ardhmen. Tash jemi në një fazë ku vendi duhet i ketë institucionet. Une besoj, duke respektuar kushtetutën, ligjet, partia e parë do të provoj në kohë dhe pa vonesa për me kriju institucionet. Edhe konstituimin e kuvendit, edhe qeverinë. Bazuar në situatën gjeopolitike në cilën ndodhemi, situatën ekonomike në cilën ndodhet vendi, Kosova ka nevojë për institucione. Në rast se partia e parë nuk arrin mbrana fateve ligjore dhe kushtetuese, unë jam i gatshëm si kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës të marrë përgjegjësitë për krijimin e qeverisë. Jam komunikim me partitë opozitare, jam biseda me partitë që kemi qenë në opozitë, që ne ta krijojmë qeverinë dhe t'i dhojmë institucione vendit. Nuk besoj që Kosova e ka komoditetin që të ketë vakum institucional. Unë dje, duke respektu kushtetutën, ligjet, kum dho dorëheqje nga pozita, apo kum hjek dorë nga pozita të qenë deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës, dhe arsyeja është që unë jam kryetari i komunës Mitrovicës, komuna kish me shku në zgjedhje, besoj që ka qenë e pa drejt që mbrana një periudhe të shkurt, nashta ma pak se 6 muaj, komuna shkoj 2 herë në zgjedhje, kish me qenë pengesë për zhvillimin e projekteve, po kish me qenë edhe barë për buxhetin e Republikës Kosovës edhe lodhje për qytetarët e komunës së Mitrovicës. Por kjo nuk më ndalon që unë punoj edhe kam shtetjen e plot të Partisë Demokratike të Kosovës, bisedat me partitë tjera për me e kriju qeverinë e Republikës Kosovës nëse radha ka lënë tek ne. Prandaj, çdo vonesë në konstituimin e kuvendit, në zgjedhjen e qeverisë, është e parësyeshme dhe është e dëmshme për vendin.